E keni po Trumpin ma vonë do të vjen një material ku thot që prej kur ja kumë qitë tarifen shtetëv ka nisë më ma lëpi më lëpi në gëth. Në më thonë, gjithë qka politika është, ka e legjitimën ambienti ma, nuk u gjojnë me thonë asë që është botë toksik. Po, a i thëtë hajvan, këtë thëtë gëth. Të më thonë, a i thëtë hajvan më shilegojen, kryetari parlamentit. Veç mlerim, njoni tha. Me balë edhe stose kam nevajsh me pasha zotën Gjunapi, Gjorgj Orvellit, që sështë zgjoll edhe me rikëthy edhe dhe herë në ribotim atë veprën e famshme firma Kokve se jena bo. Jena bo, për një me jena bo. Demokraci, demokraci, demokraci. Po protestant i nderuarit. A, këka e mirë që kjo, tash? Tash këna me ma, sikur baks. Ja, sikur në sha. Ti lunë edhe u gri. Përshëndetje popull, emisioni 59, po jafrohemi 60 javë me ju, si që tha jetoni, emisioni ma i shikum, kur është pyetje të demokracia dhe të liria shprejes, ma kalzove atë ma betin në mbledhje njani punëtorve. Punëtor të dashur, tha lirinë e shprehjes e keni deri sa të përfundon mbledhja. Kur të përfundon mbledhja, lirinë e shprehjes ta përfundon mas mbledhjes, ta kanë zënë në kohën e komunizmit, kur e kish pasur një mbledhje. Edhe Prit harrove. Vazhdo. Po, e dhirën mbledhjen, edhe orën atë trak, edhe ai kryesuesi i mbledhjes, kryekomunisti, po dan me fillu mbledhjen. Edhe po njës kështu, në letër ja këshin shu pika par, edhe dhe i keme thonë kështu. Pika par, po, diska ju ledh, se dhe ngarkes, beke pakapir, perapok, pakapir, perapok. A ban tha nesër ndarë më ka lidhë, pikë par, edhe një dhe nga më lidhë të shka pikë par, kështu që... Shpopulli dashur, këto ditë, pra dhe në këtë kohën e fundit kena nisë shumë lona më banë për rrjetet sociale. Po dolin lona në për rrjetet sociale në TikTok, anena, i kena prun për Arabi, s'do jenë shku në Arabi. Ha, tu ka qua? Kush më ka qua? E kje. Se, e thonë kë. E ka vrejt. Dikush për shumë rrjetet sociale gëzuat, ku t'jallë shën leonin, ama dikush ilnohet. Dikush ilnohet, tani dikush jalëshon leonin, e njonin në Shqipëri e kish një leon në shpi. Në barë. Edhe kujdes, mos e provoni kush ka leona. Edhe jo, kur e lëshoni leonin, keni kujdes. Ajë shkojnë në materialin mërim. Ka dasht me hinky me u bo atraktiv. Go. Não futa ele. A të kafshoj? Já te capturou. Kafshan, o i gjanë qysh të kafshan, nuk i shtihet kryt të ngojt leonit. Qysh më me leon? Nuk i levat, si kur me ka plus minusin, edhe në to ka dof. Kam informacione, kam lexuar në internet që prokuroria e ka thirrë pronarin e leonit, po, sepse në një farë mënyrë... Çka mja dhunu leonit? Jo, në një farë mënyrë e ka rreziku jetën e qytetarit të tij shokit vet, po ky ka desh më bë star, këto ditë shumë janë tu bë stara, e shumë po bëhet leona. Se të ka qu. E leona, a mu ka qu. E në parlamentin ton, Afrim Goshi, ndjekim materialin, lësho. Afrim e pika. Procedurale, Blerin Begjeti, urdhroni. Bëjmë se legoj. Demokraci. Afrim e pika. Hej, jetër, Talat Gjaferi i kundërshton ish kryetari parlamentit. Shumë të mirë të po emisionin, a?
Edhe mu më pëlqen. Bile jam ka të kësyri. Po dilë këshirë ma gjithë si shikos. Bravo. Jetë e duel. Jetë e shku. Blerim banë shka dush ti. Shka dush? E shumë mirë Son rregull, kur gjon hyt son rregull. Shka tha Blerimi? Po kjo son rregull, kur gjon hyt son rregull. Bano serios, jeton, bano serios. Kriministër. Kriministër më zëzgërëj, bëv serios. Hajde tash të këqyrëm. Jo, bëke. Se, ka të baj shumë. Allah, serios të ka qita. Që tash në që rëshu plakë edhe njësat kone. Jo, i bëna dhe fotografi. O, bil me. Hajde shkojmë të tje. Gam jeton. Shka kështë të thonë? Wallahi, që shtoj ka, ku e lasht ta me kom për vjetë. Po, a i të rajt not burrave, i shkon të rajt dhe shka tha, u kapëm me arushën, me se në vene erdhën dhe mësafir, aty qëshia i mirë aty. Ju përzirani. Ju përzirani. Tha, ku me e të tha, te kom. Ja, dhe burra ku e lash. Te kom, tha, si ta këm kop. Të dini, ja. Po me ne e kom për mbledh arushën. Jeton, na po shkojna me dhin. A i ke po që shtojnë, të na, ku a filoni ki shku me dhin në malë. Po. A i ka shku miru dhit të malë. Po, në këtë rast dhija kish dalë në qytet edhe e shkreta do bore kish gjetë më një farveni. Këqëri Blerim, hajde. Qitë më rati e bare më i qitë zotë. Pa i fryma e ka bajt. Le të shkanë qështë materialit i kalzaj e tonë një muhabet se i dhe se ju kujtohet. Atë kujtohet bles kur në rajshin këtë njerë që ta ishin na delshin ka flartë natën ku shkojshin me vjetë dronë. Tha hëp keni dhi për mi traktor. Zakonisht turet me dhijën në dishka. Po e ja dhija, tha, shaqeron, tha së në ngreke traktori, na pishëm shatë, elohe i lalla. Pa di pse dhija, se dhija di qështë simbolizon në këtë plarë këti na pedin. Edhe për i me e kam, kur ta kështë kështu në majet tela, vërrin dhija, as ka gisht, as... A, pa që shka. Ma, për i me e kam Blerim të njërë, se shumë interesant, ta. Dëmon, a pedin, as kujtohen ato në gjarët i tënë? Tha, tërfatshin bujt. Nuk më ishin me ngrejtë. Qërë dhija, të vonë shumë interesant. S'ka gishta. Edhe që shërën shumë stabil. Po, dhe ato hangër. Me ka Që që s'ka qëllu në i kobëll e qëru në vëlla se. Ose ta kish prej plus. Ta kish rrugullu si shtipol. Plus minus. Plus minus. Për. Skor direkt. Dërime ka mirë, direkt skor. Direkt skor. E, vallaj, skor, a bo këto ditë. Muhabeti Erben Taravarit, nga një me popull për i me e kam jetan, e kom diskutu edhe në kafe me ty edhe me shok, në qëfar deregje kena ardhë si shoqnin përgjithsi këtu në Republikën e Maqonis, do ma qoshën sabar, edhe e cigaret e merë telefonin. Ja, edhe e cigaret, në fakt, s'pen cigaret. Mëse edhe e cigaret. Edhe e zmollën. Edhe zmollën edhe me kafe. Mollën edhe e pin me kafe. Po, nga mjetë. Edhe e cigaret, që nga. Jo, do në qëfar dërejgje e në ardhë, muhabeti edhe të kejtë qështja, Taravari ahini, adul, a erë, a ish zatet, a u zatet, a u sa zatet. Taravari me pika. O Taravar, dash zatet, dash mësë zatet edhe në gomë. Për menimin tem personal, nuk e ditë jetonit, as të mediumit, këta jam të ta tha për mendimin tem personal. Lirisht, bre vlla, hypi bolonës edhe therja në Gjermënisë se as nuk vërejhesh që si. Shumë mirë e ka thonë. Seriozisht, as nuk vrejhesh që. Me marrë në Maserati. I vallonë me Maserati me pasmon Taravarin në këshiftu. Kështë është vjen i dhona tjaturit, po vjen Bobi më të morë, O Taravari, më të shumë me Maserati, më të O Taravari me Maserati. Po. Ta ndjekom një analist ka qenë emision të na jetën, paradokosh edhe ka dhënë një figurën e Erben Taravarit e ka tregu. Unë edhe në javën e kalume në emision e tash. Po, që ke shush të? Qak? Prejtë breviq pak. Ja, laj, që pas ka shua Allah, ndërdojnë pas me konë. A te apo do të? Okej, në shoja se të jeshtë ta një andru vena, po në shoja se ta një vinat e Taravarit.
A ke po doktora? Berisha me gesht. Doktora, a ke po, kusht ja mersh vesh krimin, visi ato infermierët në farmaci. Po dhe se Berisha për qëta. Berisha me dy gishta, hajde. Shkuna me Berishën të një këthejmë, se krejt të doktore janë, Berisha, Sandia. Hajde. Berisha në çdo tubim që del, ngren dy gishta të lartë dhe thot deri demokraci. Po, ngren dy gishta të lartë, na fut gishtin mbrojtje ne. Berisha, edhe kjo doktor, si Taravari. Berisha. Ngren dy gishta të lartë dhe thot deri demokraci. Po, ngren dy gishta të lartë, na fut gishtin mbrojtje ne. Hiç një fëmijë për ekranit, Heqe se o bom hor. Berisha, nga të zhva këta, me jetu e gut emisionin, jetu e gut. Figura e Arben Taravarit, lëshu e blerim, le të ndëgjon, se unë e kam thonë një dit, për Arben Taravarin edhe për përqarit politike, edhe për partit të cilat kam pësu përqarje, që nga partia e pare prosperitetit e derim sot, po edhe analisti e kishë ba një rikapitulim mirë, është e rëndësishme se në ndërkohë mbulon me atë materialin tjetër, ja kujton pak publikut se shka pëndodhë. Lëshu o blerim. Rolin e Taravajt menda. Taravari në qoftë se realizon karrierën. Unë nuk jam nga ato personat të cilët i lexojt deklaratën, sepse deklaratat janë për të futur plur njerëzve. Të analizojmë një figurën e Taravajt. Analizojmë figurën e Taravajt nga 90-të e dishi. Ky është rezultat, figura e tij është rezultati i gjithë intrigave, përçarjeve që kanë ndodhur nëpër parti politike. Ai e përçau fillimisht me Nduthaqin dhe shkoi te Bardhyl Mahmuti, pastaj nga atje e përçau Bardhyl Mahmutin dhe shkoi te Zjedhin Sela, nga Zjedhin Sela përçau e bëri lëmsh partinë e Zjedhin Selës, shkoi te ku ta di unë, te Vleni. Pastaj, akoma më keq është sepse mbajti Ali Ahmetin disa herë në festival, ato takimet të cilat do bëhemi, kryeministri do bëhe, teknike kështu me radhë, e mbau deri në momentin e fundit dhe përçau. Unë kam dyshime të mëdha për figurën e këtij personi, edhe për qenjen kombëtare të këtij personi. Sot fatkeqësisht me Nduthaqi e tha punën e emrit, apo nuk është emri ai e cila e bën njeriu shqiptar për Maqedonisë apo për kaqësi etnike, e bën ndjesia. Sa ndjesi ke ti për një përkatësi etnike që e ke, sa je komod me atë që je. Edhe unë për rolin e këtij personi dhe për eksperiencën dhe për historinë e atij që ka, unë nuk kam pa përveç intriga, përçarje, ndarje kështu me radhë. Edhe nuk se di pse ka patur iluzion që figura e tij kur do vit e Vleni do ketë një lloj unifikimi ose një uniteti. Kur gjithçka që ka CV-ja e atij personi apo historia e atij personi janë përçarje, është ndarje, janë intriga, janë mashtrime kështu me radhë. Tani kujt i shërben dhe për çfarë agjende punon, thash edhe një herë, emri dhe mbiemri nuk bëjnë të jesh përkatësi. Ti mund ta kesh emrin Muhamet dhe ti jesh antifetar, apo mund ta kesh emrin Visar dhe ti jesh antikuptar, ti jesh si angles apo si amerikan apo si maqedonas. Rolet nuk i bëjnë emrat, po i bëjnë veprat. Veprat janë goxha të rëndësishme në këtë punë. Jeton, une atë kujtohet që i këmë bë analizën. Sakt. Edhe këmë thonë që tash Taravari ja jep një gjyk se xhamia alarme dhe shkon zotetet me Ali Ahmetin, edhe u zotet me Ali Ahmetin. Falë se më do të më ndërprej për më ta ndihmu. Dhe më thonë, qatë shumë kishë ndërru parti, sa që edhe te kështë haru se i shkon edhe pjesë e partisë se Bardhyl Mahmutit. Pa Bardhyli një 2-3 muj ditë. Parana, s'ka mujtë më mojtë me edhe që të 2 muja përzi. Si u qenë partia u shkuj ka thonë, Nalë përzina pa. Nalë mishpak. Pa. Taravari, nga më ta zhvak të regoj. Para se me nguj zetin që ka qenë një interviste ne dhe ka thonë që e presim një avdit këto lëvizjet, unë i bajthirje krejt mediumeve dhe këtyne portaleve, po edhe PR-eve të partive dhe kompanive që punojnë, mos postani bë dul Taravari, jo erdhje hini, jo s'ka me dal, jo ka me dal. Aj, dëmonë prej Gostivarit niset, e thot një deklarat tu nis, kur vjen shkup e thot tjetërën se i bjen pishman, dëmonë shka ka thonë, edhe ndalje që t'jenë Gjorqe ose në Saraj, me nalë se mara kanë kamera, me bo me nalë, edhe me vetë diçka krejt ka arru shka ka thonë për ma herë. Ma gjitha ato skandale i kanë ndodhë në ministrinë e vetë. Këto ditë, dhe më thonë, mas materialit i zetit do të shkon një drejtor i aleancës për shqiptarët të Taravarit pa vula, u zan me korupcion 100.000 euro. Shkojnë në nërë me i zetin një tënë.
Duhem ta kemi pjesë të vlenit aleancën për shqiptarët, po e duhem një aleancë që nuk e ka opcion Bashkimi Demokratik për Dhe deri kur do e pritni vendimin? Proceso, kemi hyrë këtë rrugë. Se mos gjas deri në zgjedhjet lokale, derisa të mbahen zgjedhjet lokale. Mendoj, a ka një afat, a keni dhënë ju liderët jashtë të Ravarit një afat? Unë mendoj se brenda një jave mas shumti pra kjo punë do pastrohet, do sqarohet, sepse nuk ka kuptim ne ta lodhim opinionin tash jemi apo si. Val. Zoti Zëvendës, kryeministri i parë, tha brenda një jave do të pastrohet. Jo, që le kësu pastru që i se djetë për një javë. To as në autolori. Edhe me qua të mishti i paret vetë me lo vetë 200 euro ti mere. A ti do autolori 100 euro me lo vetë. Tha për një javë do të pastrohet. Ja, zoti me gjithi këto. Edhe ti e din këto që... Zëtë mja dha në udhën. Për një javë këto, kush... Rëkombës të mos kamera. Lëshan e pa kokën ata, po vje babi Macerati. Po shkom babi Macerati, jeton. Edhe Izet Gjiti. Si ka marrë. Panive se qa... Doke që sjena në emision, Ti pa ma vetë. Du ma vetë. 59 emision, e me që Rolafi. është koha, mërë, është koha, ku i kjena, mërë. Sponsor, mërë, o zotri. Përveshjen ton është kujdesër. Butiku Rina klasike, cila gjendet në qendrën Mavrovasja, këtu poshtë. Poshtë, dhe më donë përdhes, që ato, me njëherë, është një burë fantastik ato, edhe ti paraqet shumë mirë, kështu që... Ashtë një si mirë shumë i stileve. Në qihret një. E feel, i thojnë kështë amerikanë. Real feel. E Meli kish pru do të pija me gumë, si i thojnë asana, të pi që ka në prapavi gumë, në prapavi poshtë, e që janë shumë kualitet edhe për mos më rëshit, sidomos për këto shkallët, unë ju propozoj që nëse do një të bleni të pija me matje, do më thonë me prerje, me qepje, me distribuim, me arë njerëzit me regullu deri a zhë, punën e të pijave shkoni të Emeli, dhe nëse shkoni në dyqan, dhe i thoni e kam pa reklamën e televizionin Alsat, 20% zbritje. Dhe mon, shkoni të Emeli, dhe i thoni jemi ardhë sepse kemi pa reklamën në televizionin Alsat. E ka për detyr, Rakipi, pranari, mi më dhonë 20% zbritje për atë blerje që e bani. Ama kemi shpak, se diçka... Hiqe. Që, qësh i bjen, dhe më thonë, 20% i bjetë qështë të zbritje. Nuk po shijet po hajtë, s'ka lirë, 20%. Ja qëti. A jetoni, qërë, a i ke po vesh busqesh, gërim, qërë, a i dini pse busqesh? Sepse të korona denti i ka regullu dhamë. E vërtet është që të korona denti në Prishtinë, në lagjën Dardania, atë për gjithë shka, për higjinën e gojës, dhëmt, telat për fëmi, krejt atë mirë edhe lirë, edhe ju pretë vërtet mirë, doktore. Vetëm i shkru në Instagram, e dini ju që shkon procedura dhe në regull jemi. Edhe ka që shkon një me nguat kongën, po vje babi. Shkojnë se publiku e harroj situatën, dhe më ishin të Taravari dhe të skandali, i cili është në procedurë gjyqësore jeton, po gazetari jonë, kolegu jonë e ka ba një kronik, e shkojnë 100.000 euro, blerim 100.000 euro. 100.000 euro. Apo më kalëzën sa pare i kinë gjë. Gjykata penale i caktoi 30 ditë para burgim drejtorit të spitalit të geriatrisë Muhsin Arifi dhe të dyshuarit të dytë, pasi prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit paraprakisht njoftoi se ka ngritur procedurë hetimore kundër Muhsin Arifit për veprën penale pranim rishfeti. Hetim është ngritur edhe për një person tjetër me akuzën se ka ndihmuar në kryerjen e veprës penale. Sipas informacioneve të prokurorisë, drejtori Arifi në periudhën prej 19 mars 2025 deri më 8 prill 2025 disa herë ka kërkuar përfitime të konsiderueshme financiare për vete për detyrë të cilën ka qenë i obliguar ta kryej. Rishfetjen e ka kërkuar nga një dëshmitar në procedurë, mbështetës i përjetshëm i personit të sëmur e i cili ka pasur udhëzime mjekësore që të shtrihet për kundërshmërisë në spitalin geriatrik.
kur dëshmitari është drejtuar në spital për shkak gjendjes së përkeqësuar shëndetësore, është njoftuar se pacienti është vendosur në listën e pritjes për pranim. Pas disa ditëve ka marrë thirrje nga i dyshuari i dytë, i cili ka caktuar takim me drejtorin e spitalit më 19 mars të vitit 2025 në orët e vona në një restorant në Shkup. Në takim i dyshuari i parë ka thënë se e di se pacienti është në gjendje të mirë materiale dhe ka pasur informacione për pasurinë që ka poseduar, me çka ka premtuar pranim të tij nëse jepin 100.000 euro. Gruaja dëshmitare ka reaguar se këto janë shumë para, me çka drejtori ka propozuar që kjo shumë të sigurohet nga shitja e banesës që e ka poseduar pacienti, gjë që nuk ka qenë opsion, sepse banesa ka qenë pjesë e një marrëveshjeje për mbështetje të përjetshme. Siç njoftojnë më tej nga prokuroria, më 3 prill përsëri ka pasur takim mes dëshmitarit dhe ndihmësit si person tek i cili drejtori ka pasur besim të plot, ndërsa më 4 prill përsëri dëshmitari është takuar me 2 të dyshuarit. Është rënë dakord që dëshmitari të jep 20.000 euro si garanci që të pranoj pacientin në spital, ndërsa nëse i dyshuari i parë me kontrollet e tij vërteton se pacienti ka edhe patundshmëri të tjera, ajo patundshmëri të shitet dhe të sigurohet shuma e kërkuar prej 100.000 euro. Sipas kësaj marrëveshjeje, më 8 prill të vitit 2025, gruaja dëshmitare është takuar me të dyshuarin e dytë, i cili ka hyrë në veturën e saj dhe në emër të drejtorit ka pranuar shumën prej 20.000 eurove, me çka në vendngjarje është kapur nga ana e zyrtarëve policor. Muhsin Arifi në krye të geriatrisë erdhi në korrik të vitit të kaluar si kuadër i Aleancës për shqiptarët krahu i Taravarit. Jeton, bëj ta bajnë, a i vizualizove? Po. Në më thonë, drejtori i spitalit thot ty, jeton t'i këtë mirë i ki punët. I ki 7 banesa 10. S'dvet që shi ke bo. Shite njonën, thot. Aty i ka thonë, aja gruja shtrejtbe, aty me shtrinjë një spital, ka thonë, shite për një banesë. Shite një banesë s'matë lomi, njerë janë të dekë, s'mut. Tash në nuk e dim saksisht se këto terminologjit e medicinës nuk i një mirë dhe nuk dim për çfarë lloj smundje bëhet ose për cilin pacient, po në realitet ngjarja ka ndodhur sikur në film jeton. Domthonë i shkruajnë taku në restorani dhe ka thonë 20.000 për të jap, thot po, në garancie për që jam jap ato tjera. Atë ka thonë, po kam një banesë, po shite. Qyre Fadil, në fillimisht korrupsioni, atë kujtohet se ne kemi krejt çka du me thonë, sepse televizioni Alsat shihet shumë në Maqedoni që besa edhe në Kosovë, edhe po besoj që dikush edhe mund ta sheh prej familjarëve që ne fillimisht i dëshirojmë shëndet të plot pacientit dhe tjetë hera fundit që kjo të ndodhë në Maqedoninë e Veriut, po edhe në Ballkan dhe gjithandej, sepse bëhet fjalë për një smundje, për më dashurin e familjes, që besa dhe kryo familjarin e familjes. Edhe menoj që duhet me kthy pak në vetën e parë, kur ti vendos mjashti dikujt dorën në xhep, qysh ishe ndjet ti në qoftë se kishte ndodhur e kundërta asaj që ti e ka bën dikujt. Megjithatë, derisa gjykatët e vërteton të kundërt në kësaj që po thojna, kjo është vetëm i pandehur dhe nuk kemi fakte për ta gjyku. Por që nga ajo që televizioni ka bërë historie, ne jepet e drejta me folë dhe me komentu. Megjithatë, tash po e kthejmë pak në parodi këto që me që drejtore dhe zëvendësi ti që e kanë negociu ose sekserit të cilin e ka delegu drejtori, i rekomandojmë me qela të në drejtorin ku e ka edhe një real estate ku bën shit blerjen e banesave të pacientëve. Dhe vërtet, ka njëherë menoj që është i frikshëm dhe jemi të frikshëm. Fish para meno pa del në një moment caktuar mi kallëzu një Zvicranit, mi thonë që pacienti cili ka ardhur, i kemi rekomandu me shit banesën për me gjetë shërim, përderisa ke shkuar në një spital ku është pronë e shtetit dhe ti ndonë taksa nga paga jote për me marrë një shërbim në rastet e caktume kur ti ki nevojë. Edhe kjo ndodh të na edhe është. Jo të na ndodh, kështu që ai drejtori do ta ndonë zyren në 2 pjesë, real estate kënej, e shtin këtë zëvendë kënej me shite me ble banesa,
edhe kënej do të ushtrojmë punën. Jo, ai se ushtron mos e kanë marrë policia, e kanë qu. Po drejtorin se kanë marrë. E kanë marrë Blerim, po. A Blerim, po e kanë marrë. E kanë marrë 30 ditë është në paraburgim, krejt ata. Ti që thua në Zvicër nuk guxon hiç që më ndodh kjo, edhe në Maqoni po ndodh një diçka se shikus tonë nga Kosova, për shembull, Maqoninë e kanë pa edhe e shohin edhe shumë mirë që e shohin, po e shohin si një shtet ku sistemi shëndetësisë është kogja i avancuar. Po me këto që po ja bëjmë shëndetësisë, qoftë ministri, qoftë mungesa e ilaçeve për pacientët me kancer, qoftë korrupsioni, që ky korrupsion mund të më bëjë dhe film, domethënë qysh sepse ne në emision mundohemi pak të jemi pak edhe me humor, edhe pak edhe me veç para mendon e dramën e familjes. Ma e kini njeri të smut edhe thot që të banesë, në për kupton. Pastaj ti aty e ki edhe një siklet, njerëzit që e din që ti e ki dikan të smut, vinë edhe të japin do pare edhe të shkelin edhe qmimi, do anë ti përveç që po hum kënej, hum të në anë, të përdin, e hum besimin institucionët edhe gjithë shka. Kjo nuk ka e mirë, o popull, nuk ka është e mirë. Për deri sa njerëzit e presin, tash kthehemi prapë të Taravari, apo hin, apo del, apo shkon me Ali Ahmetin, apo shkon me Gruevskin, apo shkon me ato. Bilal Kasami po punon, bili një ditë e ka ba një postim me atë aeroplanin, me aeroportin që krejt mediat edhe krejt politika, shka ka ndodhë ditë, e ka mbulu si PR, janë marrë me aeroportin e Bilalit që ka tha e ba në aeroport, pa e në fakt ka kanë sikur na, e ka ba një humor me atë punë. Ka satirizu në fakt. A mas kish satirizu këtu me këto burmashinat? Po... Se lësho, Blerim, lësho. Kur punon edhe... Që? Pilot projekt e ka pas me aeroplanin. Qëre, Bilali ka punu, e ka regullu asfaltit, tash na i thojnë aeroplan, aja bajna më saroni, shumë i keni bërë reklam të mënu me talë, se aja bënd me strategji, e qëtë një guri edhe ta një merën. Po, e vërtet është me gjitha edhe... Në fakt, njeri ju kur punon në Fadil... Vrejet, bre? Edhe vrejet edhe ka që kalëzën. A kur nuk punon, tani dështimet mënohesh mi mbulu me fjallë. Po me gjitha të që thua në zhargonin popullor, 3 kjerë fjallë, 5 pare bërgjë nuk t'i lajnë. Po, edhe dhe kënja në fa... Mënesh me thonë Sarë ku i thiu të thurët me thu pra thanë. Po, shtu që... Na, po shkojna të aj që ka fol, e që fol, e që tash këgja, edhe për i shka në fjalla, po, që i ka qitë Maqonis 33% taksa, Kines ja kish fut 104. A 6-4. 100 me zëmë zini për fjallë, ja kish ka për cyri që Më në ishin. kalëzu që atë sahora... 104 më duket, se që është e lezuan lojme. 125%. 125% ja ka fut tarifat, edhe ka thonë i pezulloj krejt tarifat deri sa të merë në pak me Kinën, se ka njës shtetet ngoshka, ka thonë. Po. Lësho e shumë, Blerim. These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. Please, sir, make it here. I'll do anything, sir. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. Please, I'll do anything, sir. Shples, ta vetin ata ples në përroda e kam pas si zakon atin për me mbulu. Me mbulu ato. Me mbulu ato. Ja, lësk. Nuk mbulu e dili me shosh. Ja, nuk e mbulan. Nuk e mbulan. Tha po mblusin, tha po m'alpin, prapanicën, tha po më thojnë, loq ka em, nali pak si të tarifa. Kur thojsha une, këtu pa të në reagu qeveria, të na adidja sa nuk ka kur gjanë 33% neves në dëmëtan. Jo, dëmëtan të kollë, vëllaj. Po qështë dëmëtan? Jo, laj, dëmëtan të kollë. Aja 10% Kosovën dhe Shqiprinë edhe dëmëtan po dojnë. Efekti i taksës, për shembull, ka dhënë efekt të jashtëzakonshëm sepse kemi pas një zbritje të çmimit të derivateve në Kosovë dikon rreth 8 cent. Që ashtu e ka kap tregu global diçka matematika, te na ka ra për 8 cent çmimi
për litër. Hajde mëse, se na e kena 10%, ju e keni 10%, na e kena 33%. Po, na e kemë 10%. Po, Edhe një skerim, sepse është shumë e rëndësi, është shumë e rëndësi që Kosova padel nuk I kishte vendos taks Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po I kishte vendos taks administrata e UNMIK-ut kur kishte qenë në atë botë. Po ideja kur gabimi I qeverive në përgjithësi është që kërkush mos u marrë me këtë punë. Ja, t'je smerën, dhe më në shkatu, shkashtë UNMIK-ut, me që ka marrë letrën. Po edhe kërkush s'u marrë me trajtuar teme thonë këtë alë se si kur mua aja shoqata invalidëve të luftë, zyra për invaliditet. Copy paste dokumentin. Kjo është e frekshme, me që hapin një temë shumë interesant radili. Jo, adim se, shumë është e rëndësishme me cekë sepse derivatet e naftës kanë qenë malirë, po jo vetëm derivatet. Taksa, e cila është prej Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nënkupton naftën, automatikisht derivatet e naftës mshojnë në transport. Transportin e ushqimit, transportin e mallrave. Krejt për me ardhë ato vinë o me naftë o me benzinë. Po, do më dhënë edhe automatikisht, edhe ai që bjen transportin, transportusi, krejt ato në fund I mshojnë qytetarit. Nëse 1 kilogram divel ka qenë 30 cent, sot e ki 50, 80, 90. Po. Pse? Sepse hin transporti, hin pak aja qeveria që smerë në mas kundër. Tatimi, ajo. Edhe smerë masa për me majtë një farë tregu lojal. Se për Fina ma fellë të se njohëm ekonominë në Jo, nuk e një ekonominë, mi që ne e dini diqka. E di që çmimet... Kur ju më shku, ju më shku ku ble një aparat në Gjermani. Ku më desh me ble. Ju më hi me një shitore, më stipa e reklam se arriti shitjen. Njetë e ka pos. Go. Edhe I thamë, sa është aparatit të 470 euro? Okej, dalë më ushetit të tjetëra kompani, aparatit 325. Edhe pjave 325, po, a banë me fotografu, tha, po, ta ke fotografu, a shkova të ke kompania tjetër, thash, të filan kompania tjetër që te ki konkurent, thash, ishte 325 euro. Tha, prit veç pa kënë shulikun, tak telefon, tak kompanin, sa e keni filan aparatin, flasë për fotoaparat, tha 325 euro, tha 325 euro. Tha dhe faleminderit që në tregove, sepse ka institucion që I thojnë konkurencë lojale. Po. Na po flasëm për Sony aparat, Sony I Japonis. Mëse e vërët shqitjen. Po se pja rritëm shqitjen, blerim për... Lejnë shumë Sony. Këna I... Ja, fel, këna I, fel. Pritë këthejmë I skenar, pritë këthejmë. Që zuna vetëm të fullna për ekonomi. E nga, hajtë shumë se limit. Tjetër, a I ke po gratë të na 50 vjetë 60 që shduken, edhe që Jennifer Lopezi 55. Opa! Selimica 55 vjeqare edhe Jennifer Lopezi 55 vjeqare. Lësho be kongën e Maseratit, lësho. Lësho se dhe më na kub zemra. O zemra jem qapo bon na jegati, se po vjen Bobby me Maserati. O spiti jem ti më vjetri sahati, se ke I Bobby me Maserati. Rushi. Blerim, sa minuta jem? Sa? 35. Populli dashër, mas haroni me na shiku, edhe ju që jeni të në online, në internet, nëse të gudzoni për çështje partijake, për punë, mësë për optin e biznes, në tender të vogël dhe ashtu, ju veç këqyrna, s'ka lidhje, dhe ma mëse bani share, mëse bani kur gjë. S'ka lidhje. Veç shikona. Ja unë gjihom na. Na e dina që jeni të na pa. Po, na ja unë gjihom. Na edhe ju falenderojna që jeni të na pa. Po, edhe ju falenderojna, ju s'na nini, po na vetë me vetë. Na ju falenderojna edhe kur jeni të na pa, edhe kur na këshirni reprizën. Po, jetën. Po. Një grup I vajzave ka me bookingin në Shqipëri e kish prenëtu një hotel. Kanë më thonë njerëzit shumë penguse, peshane, peshane, a me më dhejo, a dhejo. Unë ju kom thonë, patriotizmi është patriotizm profesional. Vetëm patriotizm profesional. Kur vje vakti luftave aty në seneve, na e shojmë a jena patriota kështu, as jena kështu. Kur vjen vakti lufta, lishka në luft, se ja ka morë dërën. Ja ka morë dërën. Edhe këthejet me luftës,
as si ja pranojnë as invaliditetin. Jo, i thojnë, ti do mos ti... Aj, doktore atë vetë, qësh është më të ro granata. Qësh anë tha me të ro granata? Qësh është më të ro granata, këj ka thonë që do të është me konë frënd, për me kuptu se këtu nuk di që nuk e di tash. Bile e pyta ku e kanë thash gjatë kohës së luftës ta? O shumë rëndësimis, invaliditetin nuk e kanë dhënë. Do më thonë që 2 herë se kanë dhënë invaliditetin. Profesionalizmi edhe unë prapë për thamë, patriotizmi tash është profesional dhe unë jam të e ba punën profesionale dhe të i ka të regua anomalit, shkojnë a blerim me Booking Shqipëria, ato vajzët angleze, nuk e di kush jenë konë. We're in Albania, we booked a Booking.com hotel. This is the entrance of it. We're up there. What? Going to there, we thought we were going to get killed. No joke whatsoever. Nuk është ajgare, nuk ka ajgare për publikun tonë, po thotë që ta është hyrja e hotelit, edhe e ka bo Booking. E po ta përshtypje në Balbadel, dikon që aty të rruga Mislim Shyri. Mislim Shyri. Qender, që aty bish për mrapa. Për masë dhe i shesin edhe do fustona kësit nuseve, kësi rëkobenle. A ki po që kanë bo për para. Për para, a për mas. Ani ku, mos t'hima fel. Vlaj, kur të lëshojsh atë apartamentin me qira, mës në bahor, se njerëzit prenotojnë dhe pas taj kur dolin në ymi atë, ka shansë mjërana i tene që krejës atë. Me prej në kry. More, ki me dhonë përgjithsi, se të ti kondaka. Duhe në rotroni këti popullit. Po gëtë që ta është blerim ju mbinë që trunin më janë ru, a petë viqa i venit trunit me nën keqë. Dhe më pa tru viqa i veni ku me jetë aty që ka nejtë runi, e ka mësuat, që me thonë, që shëtojnë këti rashtit krejtë. Rashtit, ka përce krejtë. Njoni i shkon të ese për qytetë dhe shen i kalablak aty dhe afrot të qkajni të bo këtu dhe të prejse me la trunin. Tha, pa që për presë të dhunë, tha, e pe lajshin trunin e me, hinë aty vjen rënë, tha, urdo, tha, po du, tha, dhe në me la trunin, tha, po, ma dhëtë me pritje 3 javë ditë, tha, diri sa ta laj mirë dhe ta kthej. Edhe në regull, e la këtë trunin, edhe tha, prit një javë, jo, pi paracitën ata mas një 4 javë. Alo, tha urna, tha po, jemi prej ordinancës që e ke lanë trunin, kur ki marrë me marrë, tha, janë në kumë vynë, tha, kumë hinë politik, tha, po me dhe ka pak me politik, tha, mane, lirisht, tha, mane, tha, se së më vynë, ma. Asa e bukur, asa e, ata kalze, edhe një Barcelet, me që jemi të Barceletët, një i mëshuar, kështu, këthejet për i detit me grune vetë. Edhe... Godë njërim, se e forta, për i vega. Një këj shi i veti, atë e takën, këtu i zbrit ato valigjet, prak. Kë i shita mujtë, ka data, po si ka lo vendeti? Mirë tha për besta, jemi knasta, koha, mirë vendi, mirë, bukur. Ku ke tha ndeti? Cilin vend? U thas që shumë dull për i menve. U bëne kem... A di me tha, qësh është aja lullja e bukur me ato petalet, si në gjyrë viollë, se kështu a vdim për thetë kë, po mënohet mja shpjegu atina, a tha, se qujnë kitë lullën, e ki parasysh? A i tha, po, qëto që është për përshunë, tha, e qujnë Jasmin. A, tha, Jasmina, aja, urdhna, qa ka? Si u quj ke venni ku kem deti? Aja dhe gruz, drejtja ka në vanë. Ka po të vinë trunin me muajt men, katë mëre, valle. Kosovari, më kujtu tash edhe mu me deti, Kosovari me atë Shqipnisjen zatet në biznes, edhe shkon në Shqipëri, Kosovari me grunë edhe Shqiptari Shqipëris me grunë në plazh. Në plazh, Pa i Shqipëris e kish pas një problem me kamën. Qalojke. Na në Kosovë i thëjmë tapare. Edhe pja ban ky... Pi thot, a dalim me tha futemi në det të notojmë pak a i Shqipëris. Lahemi i qik, po kjo Kosovari po mërë, si jo edhe mbetën ato 2 gradë. Edhe tash aja Kosovës... Ty e po atë burën kështë atë? Po, edhe tu mundon pak adin me ndreq të foljurit pjaven. Zonjë burrit tapallon, ha? Edhe aja pikreta, tapallon, se që keme të... Shkojna me mësusin. Tapallon, se s'keme të, tha.
Mësuesi Blerim shumë interesant. Emri, jo, kjo s'ka të. Jo, anon qua që të senin e mësuesit sa. Mësel që Blerim njerë, mësel që. Mësuesi i cili? Po, mësuesi i cili? është ka bën gjirën e rjetit një mësues, qysh i trajton fëmijët edhe qysh a i din mja vështi në qep mësimin, shkollën, dashurin për shkollën dhe me veprimet e cilat i bën mësuesi dhe se si i pret në nxënësit, vërtet edhe unë kisha pas qef mja njësa dhe njëherë për klasës të parë, sikur ta kisha një mësues të tillë, sikur ky zotërio. Vërtet shembujt e mirë dohet t'ju dhëm bos, t'ju dhëm zë, edhe t'i shohin njerëz, edhe mësuesit dhe mësueset, se si duhet t'i presin nxënësit në shkollë. Vërtet kjo video na ka mahnit të gjithëve. Nuk shoh materialin më Çfarë shqiptar? Jeton. Unë mendoj se po shkoj ka edhe në muzikë pak me folë që si dhe më shumë. Unë mendoj që duhet me dasht punën. Po, këshera. Edhe kjo e danë punën. Kjo e danë punën. E danë. Këshera. Populli dashur, te na me një shkollë Blerim se harrova cila lagje, qika që ishin dalë me, to jeton? Në butel. Butel, tha Blerim, ja? Po. Blerim, qika që ishin dalë me në butel? Qore, Nisan. Jo, s'farseni Nisan. Ja, Nisan është shumë e rëndësime dhanë këtë që. Vrejhet që s'është e imponume, do më aj e bon për ditë. Sepse aj fëminja kur takohet e dera banjë, se kisha parasysh, aj e pret që ku me bo atë gjest. E din, e ka bon. E ka bon me sindra herë, a te na mio që kaq në butel, që? Mio që kaq, me një vizore në rreshin si kafsht. Shuj se mirë në kam bo. Mirë në kam bo. Mirë në kam bo se apëshe në bo, diqka, bili kena mësu diqka. Dul mio, ne. Kështë i shtu, marë. Ka për të këqërë ke meo, për kështë në drita të cive, vadili. A kalëzëm se unë s'veni Blerimin, sa minutë e në shku? Valla, unë e bef adil për të kalëzëj me qitë video në mësusit e kësha më shelë përset. A e kështë mbylë, a? Pasha zote, po. Ama ja s'pe mbyllëm se duhet marketing, me nda emisionin, pastaj me i tregu pak rrjetet sociale edhe me u pa kismet në emisionin e 60. Të bunari o lele. Dul bunari të lulia. Shkojnë me marketing. Shkojnë me marketing. Demokraci. Lësho Blerim atë kongën pra pavite, shkojnë veç konga. A këtu, lëshoni rrjetet sociale, publik i dashur, mos harroni në alsat.mk t'i lexoni lajmet të gjitha ngjarjet më të rëndësishme në vend, rajon, bot i keni në alsat.mk. Në fanpage-in e Alsat, fanpage-in e Alsatit, alsat.mk, gjithashtu në Facebook, në alsat.mk, në TikTok, në televizion e Alsat në YouTube, e keni edhe emisionin e Breaking News, e keni të gjitha emisionet, emisionin 200, emisionin e pasditës, emisionin e mëngjesit, emisionin e medicinës, pasyra shëndetit, të gjitha i gjeni në rrjetet tona sociale për ata që ju ka ikë diçka lirisht vetëm shkoni në alsat.mk. Deri javën e ardhshme, demokraci. Mirë ta koftë. Ja.